Nderuar miq, do të flasim për protestën e cila po shkon drejt ditës 40 pa ndërprerje, me thuajse të njëjtin intensitet. Pikat më të larta i ka pasur në momentin që ka ardhur diaspora në Tiranë. Megjithatë, fryma edhe flaka ka qenë e ndezur çdo natë me nisje në orën 19 në sheshin Skënderbej, për të vazhduar më pas përpara kryeministrisë dhe marshimin në rrugët e kryeqytetit. Por çfarë do ndodh tani në vazhdim? A është arritur maksimumi? A do të kthehet kjo lëvizje në një parti politike? Çfarë po ndodh me grupin organizator dhe të tjera? Sot kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me zotin Evaristo Demira, i cili është aktivist emigrant në Zvicër, por që her pas here në ditët e fundit e kanë darë javën mes Tiranës edhe Zvicrës, duke dhënë mbështetje për protestën, pra duke qenë aty në shesh. Evaristo, përshëndetje dhe faleminderit. Dylber, përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, por sidoqës protesta tani në vazhdim, sepse ju jeni 3 ditë në Zvicër, 3 në Tiranë. Çfarë po ndodh brenda grupit organizator? Komunikimet tuaja, një pjesë të grupit kanë dalë në media, ka aty dilema si do të vazhdohet. Ju si mendoni, duhet me arriti qëllimin sensibilizimi, mesazhet me pankartat, me thirrjet e me tjera në shesh, dhe tani duhet të ketë një parti politike, një pol të tretë, do të ketë ajo që është artikuluar, pra beslidhja e Tiranës. Tani e parë njëherë ato komunikacionet ose screenshotet që kanë dalë në media, ato nuk kanë qenë fare të grupit organizativ, por ti du ta dish edhe publikut du ta di që përreth protestave ka shumë grupime dashamirës, shumë tryeza të cilat duan të involvohen, ta mbështesin, po mund të ketë edhe grupime, le t'i quajmë malinje, të cilat duan ta çojnë protestën në një drejtim jo pozitiv. Kjo është e para. E dyta, ku është protesta sot? Edhe a ka arritur qëllimet? Protesta, për mendimin tim, lindi si revolt. Nuk ishte një lëvizje me një fillim të caktuar dhe me një rezultat të paracaktuar. Protesta filloi si një revolt, edhe ne të gjithë e dim, nuk dua ta përsëris zvërneci, trehja zvarre protestuesve, pronarve, njerëz me maska të cilët ushtronin dhunë mbi protestuesit edhe të tjera. Këto të gjitha i dim. Revolta është ushqyer nga shumë hadhet që janë akumuluar në 35-36 vitet e fundit. Edhe këto e kemi dëgjuar, nuk dua t'i përsëris, sepse unë për vete të paktën nga 38 ditë, të paktën gjysmën kam qenë vetë në shesh, i kam dëgjuar folësit të cilët kanë parashtruar problemet, hadhet edhe pakënaqësit në çdo lloj fushë në mënyrë kapilare nganjëherë, kështu që edhe unë dëgjuesit tan nuk dua t'i lodh prapë me ato që i kemi dëgjuar. Në këtë moment se ty pyete status quo-ja, po, është një gjendje ku po shkojmë, çfarë mund jenë opsionet, çfarë mund jenë alternativat. Tani, meraku më i madh aktualisht është ky. Shprehet në forma të ndryshme, është që se mos tjetërsohet protesta, apo se mos e merr dikush edhe çon në një drejtim të panjohur ose të padëshirueshëm. E para njerë, Dylber, ti ke shumë miq që i fton në intervista, edhe shumica janë jurista, apo politikan, apo vi nga fusha ekonomisë. Sot mase mund të paracjell një pikpamje tjetër, se unë kam backgroundin e psikologjisë sociale dhe kulturore, domethënë psikologjia që merret me lëvizjet shoqërore, po edhe krahasuese me vende të tjera, dhe un kam shansin, nga që kam jetuar në 3 vende, Shqipëri, Gjermani dhe Zvicër tani, un kam edhe mundësinë të krahasoj popullatat edhe popujt nga pamja makro, jo mikro, po makro, domethënë si janë lëvizjet. Edhe unë ato që kanë merak se mos kjo protest, që siç thash lindi si revolt, nuk lindi e planifikuar, edhe iniciatorët vetë u surprizuan se sa shumë njerëz ju erdhën në shesh edhe i mbështeten, kështu që ajo lindi si revolt, një revolt e akumuluar. Edhe
unë do thoja që protesta nuk tjetërsohet dot. Pse? Sepse protesta, ajo revolta, është një sentiment i cili është kthyer në bindje. Përveç një 5% që mund të përfitojë më së shumti nga ai sistem që është ngritur në Shqipëri, hajt po themi 10%. Përveç atij 10% që janë bërë milionera, multimilionera dhe miliardera në maj, edhe të jemi të bindur që janë miliardera në euro, dollar, jo në lek. Përveç atyre është krijuar bindja që kështu siç është sistemi nuk bën. Edhe si shprehet, edhe sentimenti të cilin ne kemi në zemër apo në shpirt, sentimenti ka nevojë të dalë dhe shprehet. Cili është sentimenti i shprehur nga kjo bindje? Shqipëria e re, domethënë kështu siç është nuk bën, edhe kemi dëgjuar në shesh, Shqipëria e re kërkohet. E dyta, është sentimenti ka identifikuar shkaktarët. Rama në burg, Berisha në burg. Kjo nuk ka qenë planifikuar. Ato organizatorët e protestave nuk i tha njerëzve, i thoni këto gjëra. Turma, inteligjenca e turmës i kanë nxjerrë këto shprehjet e sentimentit, e bindjes. E treta, turma ka thënë edhe çfarë të bëhet në mënyrë imediate. Dorëheqje, Rama jep dorëheqjen, edhe javë të fundit nëse i ke vënë re, merr edhe salën me vete. Rama jep dorëheqje, merr salën me vete. Domethënë kjo është kërkesa, domethënë ku duhet të shkojë në mënyrë imediate. Dhe e katërta, shumë shpesh harrohet, sentimenti i turmës, i popullatës aty, edhe tregon se kujt do ja japin besimin. Pa rini nuk ka Shqipëri, nuk e di a keni dëgjuar edhe këtë shprehje në turm. Domethënë sentimenti mbar popullor do e quaja, se dikush më do thotë, ore si fleti për të gjithë. Tani edhe për ato që janë pranë PSD që mund të kapin në një koc që mbetet aty nga shqyrja e Shqipërisë, edhe ato po t'i ulësh në tavolinë, edhe sikur të jenë deputet të PD PS thonë çfarë të bëj vllai, kështu është ky sistem. Domethënë edhe ato justifikohen, edhe ato kanë krijuar bindjen që ky sistem nuk bën. Tani shpresoj të kem qenë i qartë se kam edhe shqipen time çik të kufizuar. Jeni shumë i saktë, edhe i qartë. Okej, domethënë, prandaj këtë doja ta thosha për t'ia marrë frikën njerëzve që kjo është kthyer në një bindje mbar popullore. Edhe sikur dikush këtë protestën, siç quhet sot, ta tentoj, ta bllokoj apo tjetërsoj, sentimenti popullor që ky sistem nuk bën, këto do dy në burg, edhe do të ikin me njerë, edhe vetëm rinia është shpresa jon, kjo nuk ikën më. Por sa do mbaj flaka që mos lollen? Po, tani vim të status quo, për mendimin tim ky është status quo-ja. Edhe përreth protestës ose organizatorët e protestës, dashamirësit, njerëzit që kontributorët, si t'i quajmë, janë ndarë kryesisht në dy grupe. Grupi që mund ta quajmë masë çik rëndomt grupi i mikrofonit, ose e quajmë grupi i cili do të kontrollojë se çfarë thuhet edhe çfarë nuk thuhet nga podiumi i protestës. Ai grupi shpreh frikën kryesisht që po të japim njerëzve politik apo partijak apo pranë partive apo çdo që duan të krijojnë një lëvizje, po t'ja japim mikrofonin atyre, kjo prishet, kjo fiket, edhe e shprehin si merak. Po brenda atit grupit, po ta quaj të merakosur, janë dy linja, edhe për këtë ju jap garanci. Logjikisht me argumenta, pastaj mund ta diskutojmë. Grupi i parë është ai realisht që ka frikë, edhe nuk ka shumë eksperiencë me lëvizje shoqërore politike, se si ato kulmojnë në një ndryshim real. Ato thonë, shiko kemi pasur sukses deri më tani, se të lëvizim, status quo-ja që thatë ju. Don grupi i parë është i pafajshëm, por mos ta marrin keq, edhe me horizont të shkurtër. Do të thonë të pafajshëm, të friksuar, edhe kur ke frikë, thua po ri këtu, nuk po lëviz. Edhe brenda atit grupi që e do status quo, mos të lëvizi protestat në asnjë drejtim, janë edhe ato që thashun linja ma linje. Do njerëz që i fryn kësaj frike,
i fryn në internet, të grupi vet, në internet, në shesh, kape mikrofonin thonë, nuk duam politik, nuk duam lëvizje, ato e bëjnë me dashakejsi. Pse e bëjnë me dashakejsi? Patjetër tani në Shqipëri jemi, kur e di unë që e vi nga Zvicër dhe kam ikur 3 vjeç në Gjermani, kur e di unë që në Shqipëri ka interesa shumë të forta, se sa po folëm për multimilionerët dhe miliarderat, ato janë linja të futura, të financuara, që ato kanë interesin kryesor që të protestat të rikëshu si që është shkret, do e quja, do më thënë thjesht nxjerrje dufi, qarje hadhesh, po jo formulim politik, du të mbajnë kështu njerëzit të mërziten, edhe nëse keni vënë në javën e kaluar, nëse është mundur biles të rrisin dhunën, përplasjen me policin, edhe që kjo protest të fiket të përfundoj. Dhe kush është përfituesi numër 1 dhe numër 2 i kësaj? Sali Berisha i pari, sepse mbetet ai opozita, sepse deri tani këto 4-5 javë të fundit opozita e vërtet ishte Sheshi. Ai kthehet opozit, nëse Sheshi opozita e vërtet fiket, ai kthehet përsëri në opsionin i vetëm që ka opozita në Shqipëri. Edhe patjetër që ortaku i tij Edi Rama përfiton sepse nuk sjell ndryshim kjo protest, kjo revolt marrëkombëtare nuk sjell ndryshim. Po çfarë duhet bëj që mos ndodh kjo? Çfarë duhet bëhet tani? Ja, tani unë nuk e thash grupin tjetër. Grupi tjetër i cili do të lëvizi. Edhe atit grupit i përkas unë. Nuk e di, në javën e kaluar kemi dalë edhe publikisht, kemi bërë mbledhje pune publike, grupi i punës për krijimin e kuvendit kombëtar. Pati shumë edhe debat pastaj edhe sepse kjo protestë erdhi duke kërkuar transparencë, ndërkohë që nga një pjesë atyre që janë në sherr çdo ditë u kërkua pikërisht kjo, që të bëj transparencë edhe për atë takim që u bë, që një pjesë e cilësuan si të fshehtë edhe ku morën vendime që sipas tyre nuk u konsultuan. Tani nuk e di si është i fshet, kur ne të gjitha kemi publikuar edhe fotot, edhe tekstin, deklaratën e kemi publikuar secili që ka marrë pjesë. Unë për shembull e kam në pin në Facebook, domethënë mesazhi i parë që më shef të faqja ime. Mund të ketë qenë nga ata që prisnin që të ishin pjesë atij takimi, atij kuvendi aty, mini kuvendi, por nuk janë ftuar. Jo, shiko, këtë duhet ta sqaroj. Deri më tani nuk ka kuvend. Deri më tani ka një grup pune, të cilit i përkas unë edhe rreth 80 aktivista dhe njerëz të angazhuar të shoqërisë civile dhe të çdo lloj fushë, backgroundi akademik edhe të thash të them. Domethënë jemi një grup shumë divers, edhe jo ideologjik, Aty unë askën nuk e kam pyetur, ore ke votuar në të kaluarën ose çfarë ideologjie. Shqipëria është biparti mbi ideologjin. Po, biparti mbi ideologjin. Pse? Sepse thash, nëse dorëzojmë një sistem, du të ndërtojmë një sistem tjetër. Edhe aty bëhet kështu, bëhet from scratch anglisht. Domethënë bëhet një vizë, kemi bërë çka kemi bërë deri tani, le ta fillojmë pastër nga e para. Domethënë jemi një grup rreth 80 vetash, të cilët nuk janë kuvendi kombëtar i qytetar, janë grupi i punës për ta ngritur këtë kuvend kombëtar. Edhe kuvendi kombëtar patjetër do thirret, edhe do thirret i hapur në mediat sociale, edhe do ftohen të gjithë. Pra, edhe deri më tani ju keni hedhur themelet e kuvendit. Jo, ne po, ose mund të thuash që po hedhim themelet, ose thënë ndryshe po propozojmë themelet. Çfarë do të thotë kjo? Se patjetër ne sto therasim 1000 veta, edhe pastaj do në një sallë të madhe të Pallati i Kongresit do i pyesim çfarë do bëjmë tani. Mirë që erdhët, shumë faleminderit mysafirët. Ti mendoni, domethënë ne do propozojmë, patjetër ne po përgatisim propozimet se kuvendi kombëtar çfarë strukture do ketë, a do ketë apo s'do ketë kryesi, si formohet kryesia, si formohet leadershipi dhe cilat janë qëllimet e kuvendit kombëtar. Edhe për gjithë ato që kanë frikë që kjo protest mund të tjetërsohet, edhe unë besoj në fillim
e shpjegova se si nuk ka mundësi të tjetërsohet sepse është një bindje brendshme. Tani ato që përfaqësojnë status quo-n, që thonë mos të lëvizi protesta, ato kanë një problem logjik fatal, i cili është ky. Gjithë ato kërkesa, ato kryesisht 4 kërkesa që i përsërita që parë, domethënë Shqipëria e re, Rama Berisha në burg, jepe dorëheqjen edhe pari ni nuk ka Shqipëri. Askush prej tyre nuk ma thot dot se si mishërohen këto kërkesat, se si mishërohen, si bëhen realitet. Grupi status quo thot, thjesht të rim këtu, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, të bëhemi më shumë persona, ai një ditë do japi dorëheqje. Ajo s'ka për të ndodhur. Kam frikë se janë edhe shumë të Gen Z aty dhe kam frikë t'ja marrë këtë shpresën edhe t'ull me këmbë në tokë, Edi Rama nuk jep dorëheqje. Kemi qenë 200.000 me datë 20 qershor, mund të kemi qenë 200.000 persona. Ishte një lumë njerëzish që nuk ndalonte, edhe e rrethuam kryeministrinë, rrethuam gjithë bllokun, ishim aq shumë njerëz. Ç'a ndodhi? Asgjë. Pse të ndodhi me 250? Pse të ndodhi me 300.000? Pse të ndodhi me nuk ka shifër që ne mund të sjellim në shesh, e cila e bën Edi Ramën të japi dorëheqje. Pra ju tani po shikoni goditjet nga brenda sistemit, pra të futeni brenda për ta goditur, se nga jashtë në këtë mënyrë me protesta jeni të bindur që ai nuk e jep dorëheqjen. Bravo. Sistemi, ose e thënë ndryshe mase çik më banale, loja është brenda stadiumit. Protestuesit mund të jenë tifozët, ça thuan du ta shohim ndeshjen nga brenda stadiumit, ça thuan du ta shohim nga jashtë, ne themi të tretën, ne themi duhet të hymë në fushën e lojës edhe ta mundim Sali Berishën dhe Edi Ramën në fushën e lojës, në lojën e tyre. Edhe tani shumë njerëz thonë jo po kodi zgjedhor, jo po buxheti shtetëror, jo po policia që përdoret, jo i kemi dëgjuar të gjitha këto masakrat elektorale, justifikimin i kemi dëgjuar të gjitha dhe shumica të tyre janë të vërteta, domethënë fusha e lojës në Shqipëri është shumë e vështirë, edhe prandaj njerëzit stepen. Por pak rëndësika a i përket në një feje dhe ke lexuar libra të shenjta. Pak rëndësika a je fans i filmave shkencor fantazike apo fantasy. Në fillim në një filmi apo një historie apo mitet greke të lashta. Në fillim e keqja është gjithmonë shumë e madhe, është gjigande, ka kapur gjithçka, e në fillim është gjithmonë një grup i vogël njerëzish, të pastër, të pandotur, me dëshirën e mirë po ta mundur të keqen. Edhe më tregoni një film, një histori, një mit ku e keqja mundet duke ankuar, edhe duke mos e luftuar në mënyrat e veta, edhe duke mos e mbytur. Më tregoni një film, një libër, një mit apo një pjesë të librave të shenjta ku e keqja nuk mundet duke e luftuar. Për këtë që ju thoni, ka nga ata që risjellin në kujtesë protestën e 2018-s. Cila 2018-s? Të studentëve. Edhe çfarë thon për atë? Pra, ajo protest u shua pa bër asgjë. Pra, bravo. Kjo është frika tani që ju po thoni që për të mos ndodhur ajo, duhet të futemi brenda sistemit që ta luftojmë nga brenda. Por si do i bëhet presion tani qeverisë? Jo brenda sistemit, jo brenda sistemit. Brenda rendit kushtetues. Si do i bëhet presion tani kësaj qeverie shumice dhe kësaj opozite që të pranojnë, të votojnë ato ndryshimet e kodit zgjedhor, ndryshime kushtetuese për referendume që ju jeni në Zvicër, se ka pasur dhe ide të tilla, e të tjera. Për të ndarë pak, domethënë grupi status quo thot që ne do bëhemi aq shumë persona që jo vetëm se Edi Rama do japi dorëheqje, por kuvendi duhet i detyruar të votojë ato që duam ne. Edhe unë që ditën e parë kam thënë, përveç se s'ka për të ndodhur,
unë do jem kundërshtari i parë i juaj. Edhe pse unë dua të japi dorëheqjen e Edi Rama, edhe pse unë i dua ato ligjet të realizuara, unë do ju dal kundër. Pse do na dalësh kundër? Po ja sot e zëm, ju keni të drejtë, edhe jeni ana e mirë, edhe detyroni kuvendin e Shqipërisë me forcë, me imponim, se me vot nuk ka ardhur, do ato vi me forcë. Edhe detyroni që të ndryshoj ligjet. Po shumë mirë, unë do jem kundërshtari i parë. Po pse? Po sikur të vi nesër se ju krijoni një precedent shumë të rrezikshëm. Ja vjen nesër dikush me miliarda, jo me dëshirën e mirë, me studentat, me Gen Z-n, po vjen me miliarda të blen njerëz edhe thot ndroj ligjet si dua unë. Domethënë ajo metoda që propagandohet po i quaj e grupit status quo, mos të lëvizi, mos të tjetërsohet protesta, që thjesht të bëhemi shumë, ai do japi dorëheqje dhe parlamenti do votoj ligjet tona ose do pranoj një qeveri teknike të cilën do ta vendosim ne. Kjo jo vetëm që s'ka për të ndodhur, jo vetëm që është nonsens, sa i parlamenti i krijimit që thon i krijimit do votoj ligjet që do i shkatroj ato individualisht edhe do ja marri pasuri, do i rasin në burg. Kjo përveç se është nonsens, është edhe precedent shumë i rrezikshëm që duhet evituar, se çdo ditë mas 50 vitesh, 20 vitesh, 70 vitesh, ngrihet një grupim thot do bëhet si dua unë. Edhe kthehemi në diktaturë. Kjo rruga e status quo, thash, nga një anë mund jetë naive, nga ato që nuk e kuptojnë mirë, nga ana tjetër është malinje se duan që të shpërbëhet protesta. Përballë kësaj, Kuvendi Kombëtar Qytetar do të bëj këtë. Ne duam që të gjejmë, kuvendi do përbëhet nga 300 persona. Do thirren deri më tani janë vetë deklaruar 800 mbi 800 persona, do thirren së bashku, edhe jo një ditë ngreni dorën edhe mirupafshim, por mund të zgjasin një javë ose më shumë se një javë, do ketë diskutime, do ketë debat, edhe në fund fare edhe do zgjidhen 300 persona. 300 persona që do përbëjnë Kuvendin Kombëtar normal. Ato 300 do votojnë edhe njëherë gjysmën e tyre, 150. Edhe 150-qa është ai Kuvendi Kombëtar Qytetar i cili do votoj rendin e kuvendit edhe do votoj kryesin e Kuvendit Kombëtar Qytetar. Do thoni ç'a bëni me këtë? Ne do i përcjellim shqiptarëve 150 shqiptar, intelektual, artista, fshatar, bujk, me profesione të thjeshta, të lira, me akademi pa akademi. Ne do ngrem një kuvend me 150 shqiptar. Unë shpresoj nga më të mirët. Nuk mund të them më të mirët, se mund të ketë profesora që janë në Harvard, s'kan kohë, thonë më vjen keq. Po s'kam kohë për kështu gjërash, po ato që janë të gatshëm do kemi 150 më të mirët. Çfarë bën kjo? Kjo rrit presionin ndaj kuvendit ose quhet ndryshe parlamenti i Shqipërisë. Pa një strukturë paralele, se ju thatë pak më lart që një rendin kushtetues për të mos vendosur precedentin negativ. Tani ky është një kuvend paralel. Ai në parlamentin real është me 140, ju do ta bëni me 150. Patjetër, edhe ky nuk është një institucion paralel. Ky thjesht është një përzgjedhje e 150 më të mirët. Edhe çfarë bën kjo? Kjo ja çon pasqyrën parlamentit që kemi sot, të cilët shumica janë me diploma të blera, pa background të mjaftueshëm, edhe shqiptarëve. Por çfarë ndodh pas kësaj? U bë dhe kjo. Okej, u bë kjo. Çfarë ndodh pas kësaj? Tani Kuvendi Kombëtar Qytetar nuk është mbledhur ende. Nuk është formalizuar ende. Prandaj kjo që do të them unë nuk del nga Kuvendi Kombëtar Qytetar. Kjo është bindja ime. Edhe ky është motivimi përse unë jam i angazhuar. Domethënë, du ta ndajmë këtë që mos e thot dikush ja doli tani plani i vërtet. Ky nuk është i diskutuar me jemi në fazën e diskutimeve dhe të ideve. Akoma nuk është formalizuar. Kjo është bindja ime personale. Edhe siç folëm që parë, kjo loja quhet
vot, kjo loja quhet zgjedhje, domethënë demokracia njeh zgjedhjet, edhe golat janë votat. Por ju nuk më përmendët diçka, sepse Po. më shpjeguat pak më lart që do ketë një kuvend, siç është kuvendi real, do ketë një kuvend qytetar, po s'më keni përmendur pse mos ketë një qeveri? Sepse tek platforma që u shpërnda pak ditë më parë në media, u fol edhe për një qeveri që do krijonte ky kuvend, apo jo? Qeveri teknike. Po. Po, aty do shkoj. Sepse janë paralelisht kuvend, qeveri. Aty do shkoj. Domethënë, kjo loja, demokracia njeh lojën e zgjedhjeve. Golat janë votat. Edhe nëse duam të rrim të rendi kushtetut, ndryshe nga ato që duan të imponojnë parlamentit nga jashtë, ne patjetër që duam ta çojmë këtë vend në zgjedhje të parakohshme. Çfarë bën zgjedhjet e parakohshme? Zgjedhjet e parakohshme e detyrojnë duopolin PD-PS të përbadhen për herë të parë me një pol të tretë për një grupim gjithëpërfshirës, prandaj quhet kuvend kombëtar qytetar. Të gjitha rrymat, jo ideologjik, se ideologjia është kurthi që na ndan. Do një pol i madh, i tretë, i të gjitha rrymave, i cili nuk ka një program ideologjik, do bëjmë 1, 2, 3, 4, 5 me bujqësinë, me ekonominë, po ka vetëm një detyrë, të krijojë qeverinë teknike, e cila çarmatos këtë sistem nga pikat më të forta që ka. Kodi zgjedhor, financimi i partive, kodi partive, si përdoren fondet në Shqipëri, ligji për investitorin strategjik, të kapi nyjet më të rëndësishme këtij sistemit mafios kriminal edhe ta çarmatosi. A isha i qartë, domethënë patjetër që në fund një pol i tretë duhet të hyjë në lojë, në fushën e lojës, duhet të kërkojë vota, edhe është mbi ideologjik, nga që është mbi ideologjik ka vetëm detyrën për ta çarmatosur sistemin, jo të bëj politika ideologjike. Pra është parti e re që ndoshta do pranoni edhe ato partitë e tjera që janë të vogla aty brenda këtij poli të tretë, pra do jetë lokomotiva? Edhe një herë, kjo është bindja ime. Sigurisht, po flasim po. Po, bindja ime edhe unë, edhe në kuvend, për këto do luftoj që të mbledh sa më shumë, se kjo është demokracia. Do jemi 800.000 veta. Do bëj një fjalim edhe këto që po them tani, do i them pak a shumë edhe atje. Edhe do them të dashur kuvendas, të dashur përfaqësues. Unë ju kërkoj këtë, që ne ta krijojmë kuvendin kombëtar qytet 150 veta, të gjejmë më të mirët, edhe pasaj ne do therasim, kjo është bindja ime, do therasim për të krijuar një pol të tretë, kuptohet, të gjithë përveç Rama Berisha, kuptohet. Partitë e reja, mund të jetë edhe Qorri, Lapaj, Sheaj e tjerë. Patjetër edhe pse, është edhe e moralshme, pse? Sepse ato para një vit e gjysmë, ato kanë bërë një luftë antisistem. Ato kanë luftuar kundër të dyve. Kanë dalë në televizor, kanë dalë në fushata, edhe kanë thënë ne jemi kundër Berishës, kundër Ramës. Domethënë pse kanë ato më pak legjitimitet që kanë bërë një vit e gjysmë 2 vjet, se fushata nuk është 1 muaj, 38 ditë. Pse kanë ato më pak legjitimitet të quhen antisistem apo anti-establishment se sa një revolt popullore 38 ditore. Prandaj ato e kanë bërë luftën, edhe ato e kanë deklaruar në publik, ne jemi kundër të dyve, si protesta. Prandaj për mendimin tim, logjik, parimor, por edhe moral, u mendoj që ky koalicion i madh duhet të përfshi Qorin, Lapajn, Shehajn. Unë personalisht mund të kem për ndonjërin ose për të gjithë, domethënë vrejtje ideologjike personale, s'më pëlqen ky, s'më pëlqen ai. Por kauza për të rrezuar këtë sistem, për të formuar polin e tretë, për të rrezuar këtë sistem është shumë më e madhe se sa bindjet ideologjike që mund të kem unë apo ti apo dikush tjetër. Të lutem, kam edhe diçka të fundit. Jeni të zhgënjur nga ndërkombëtarët, nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian? Jo, fare.
Tani jemi në ditën e 38, edhe siç thash në fillim, është një grup që thot status quo, këtu s'ka asnjë njeri, ne nuk duam formim, nuk duam organizim. Kush do shkojë te ambasada? Çfarë do thonë ato? Se i dërguat një letër disa ditë më parë përfaqësive diplomatike. Edhe kjo është kontradiktore. Thon, jo po protesta nuk ka përfaqësi, jo po dikush firmos një letër. Tani kjo është kontradiktore, edhe ato merren me njerëz serioz. Tani ai tjetër, ai ambasadori që erdhi tani i riu, ai është general në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerika është perandori sot. Ka përfshin gjithë botën, ai është general. Tani ai do merret me kalamajat të cilët thonë, jo po edhe jemi edhe s'jemi. Tani këto janë gafa për mua, këto janë gomarrëdhiqe. Më mirë mos i shkruajnë ambasadave, se do lënë nam. Do na nxjerrin faqen e zezë. Më mirë mos t'i shkruajnë më, mos t'i kontaktojnë, pasi të organizohemi, të kemi kërkesat e qarta, edhe t'i themi se çfarë është qëllimi ynë, se në këtë moment ato thonë, ne do imponohemi parlamentit. Ato do thonë, ne duam demokracinë. Si mund të mbështesin ato një lëvizje, një grupim i cili thotë, me imponim nga jashtë, pa thënë dhunë, me imponim nga jashtë ne do e bëjmë shtetin si duam ne, se kemi dhunën, kemi forcën e sheshit. Kjo për një shtet, për një diplomat është pa pranueshme. Prandaj edhe diplomacia ushtarake që po vjen në Tiranë, ambasadori Erik Vend, domethënë nuk është se shikoni ndonjë shpresë për ndonjë mesazh ose diçka që mundet t'i jap ambasada. Me status quo që përshkruam, jo. Kur të formalizohemi, bëhemi serioz, kemi edhe ca figura në krye, të cilët janë edhe, domethënë, mund të kenë background diplomatik, mund të kenë background të lartë. A ka sheshi aty intelektual të mirëfillt që ta majnë të pesh, sepse nga bisedat që kam zhvilluar këto ditë edhe me ambasador, njerëz që kanë një karrierë të gjatë në institucione shtetërore, vren këtë mungesë që intelektualët janë pak larg, kanë qëndruar larg mikrofonit, nuk po marrin përgjegjësi. Po, jo, nuk është e vërtet. Siç thash në fillim, grupi mikrofonit i ka larguar ato njerëz, sepse s'ka dashur të ketë mesazhe në thonjza politike partijake, nuk kanë dashur të ketë mesazhe përtej qarjes hallit edhe nxjerrjes së dufit. Deri më tani, Kuvendi Kombëtar Qytetar ka për ta rregulluar këtë, sepse ne eksaktësisht këtë duhet të bëjmë, të jemi njerëzit intelektualët që duan të angazhojnë t'i gjejmë, edhe t'ua japim platformën për të shprehur, edhe nesër pas nesër për të formuluar kërkesa serioze politike. Po ju si jeni që të mbyllet tani gjatë sezonit, gjatë verës protesta, edhe të merreni me këtë pjesë ju thoni dhe të fillojnë shtator, një rinisje? Apo çfarë mendoni, çfarë propozoni tani? Tani Kuvendi Kombëtar Qytetar, shumë veta kuptojnë gabim, nuk është konkurrenca për protestën. Protesta të vazhdoj siç është, sa të duan njerëzit. Protesta vazhdon shesh, ju vazhdoni në anën tjetër me institucionet e protestës. Patjetër, domethënë ne, Kuvendi Kombëtar Qytetar, përveç se do vetë zgjidhet, patjetër duhet të pranohet nga protesta, sepse është mishërimi i protestës, nuk është një diçka paralele. Domethënë nëse sheshi, nëse njerëzit në protest duam ende ta gjejmë formën cila është më e mira, manuale apo digjitale, nëse njerëzit që vinë shesh nuk e aprovojnë, nuk e pranojnë gjithatë, pastaj ajo nuk quhet. Edhe Kuvendi Kombëtar Qytetar nuk do jetë konkurrenca e protestës, do jetë mishërimi. Me këtë që ju po thoni, në ardhin e tretë të diasporës mund të jetë ai momenti që mund të volos edhe krijimin e kuvendit ndoshta. Patjetër, e para do thirret kuvendi, ku edhe diaspora është e thirrur, edhe kuvendi do mbaj mbledhje, thash, të paktën një javë për të diskutuar, për të formalizuar konkret. Pastaj akti i fundit para zyrtarizimit është prezantimi të rezultatit në shesh, edhe aprovimi i kërkuar nga njerëzit që të marrin pjesë në shesh.
Evaristo, unë falenderoj për bisedën. Shpresoj që ne do mbetemi në kontakt për gjithë këtë platformë, mund ta themi tuaj që u shpalosët, edhe që po përgatisni për ta prezantuar edhe para grupit, para kuvendit, edhe protestës, për të parë më pas se çfarë do ndodh në ditët vazhdim. Unë të falenderoj për bisedën. Edhe unë të falenderoj dhe shpresoj të kemi pasur masë një diskutim ndryshe. Fal backgroundit tim. Diskutimi për hir vërtetës ishte, mund të themi ndryshe nga të tjerët, mund të veçoj faktin që ishte me këmbë në tokë. Okej, faleminderit. Por tani mbetet për të parë se si do jetë ecëria, edhe sa do jetë rezistenca. Të falenderoj. Patjetër. Faleminderit për mbështetjen.